Përshëndetje juve. Ja, kështu. Bashkim, pse të ndodhin këta? Sa herë që kalon detin, sikur të ikën zëri fillimisht, pastaj rikthehesh në normalitet. Pse? Po tash duhet që të merret ai kondicioni. E ke parasysh kamera që të rregullohet, ti kujtohet se kemi mbaru pushimin, se duhet të kthehemi në punë. E qartë. Ajri, kafja, më ndryshe. Adaptimi në përgjithësi. Po, gjithmonë është problem adaptimi. Bashkim filloja, ku ishe, çfarë bëre, si kalove dhe pse u ktheve? Veni vidi vici. A t'ja filloj nga kjo e fundit, Bona? Okej, mundet. Pse u ktheva? Qa të bëj, hajt. Tutto pasta. U harxuan. Bukur. Ata që i kisha u harxuan. Ama nuk e di, ndonjëherë këta 2 javë shkojnë si 2 ditë. Edhe ka ndonjë problem, duket se duhet edhe njerë shkoj që ta provoj ta shoh se ç'a ndodh valla. Përse ka shpejt shkojnë. Që ta zbulon, ta zbërthen, përse ndodhen kështu. Unë mendoj që është ide e mirë që të shkosh, mirë po këtë herë na merr edhe neve me vete dhe kur të lidhesh në emision të mëngjesit, do të zgjatet pak më shumë koha, e kupton? Po jo, atëherë nuk lidhem në emision, do të lidhemi bashkë në emision, nga Bregdeti atje, do të tregojmë se sa nxehtë është, se sa ultipastër është, se sa mirë është. Bashkim, besoj dhe shpresoj që ke kaluar në mënyrën më fantastike të mundshme, edhe ke patur një rrugtim shumë të mirë. Ne e kemi theksuar disa herë që bashkimin e kemi pas në një cruising me motocikleta, me një grup që kanë lëvizur komplet Italinë. Unë mendova që ke shkuar edhe në Spanjë, edhe në Portugali, por... E te prova. Jo, ishte e gabueshme, do më thënë, nuk e dija, po? E te prove tani. E te prova, pak më shumë, por uroj që rrugtimi i radhës të jetë i tillë. Jo, drejtoro, e di përse nuk shkuam në Spanjë dhe në Portugali. I kishim vetëm 1 milion euro pa thyme, edhe nuk deshëm të të thyme më bla për 10.000 euro. Po, dhe s'ja vleti. Më thuaj Bashkim cili vend të pëlqeu më shumë? Do me thënë Italinë e dua dhe më ka pëlqyer gjitha, sepse unë e dua arkitekturën e vjetër, por Matera ka qenë kulmi i asaj që pam atje, përveç bregdetrave që lëvizëm në pjesën e poshtme të Italisë, do me thënë duke filluar nga Salernoja deri në Capri apo në këtë... Nuk kam përvojë më vlla me këto bregdetrat e mëdhaja, nuk kam baj me ndemtin. Kryesori aty ke qenë, ke shkuar. Matera ka qenë një gjë e mrekullueshme, është qytet tepër i vjetër i Italisë, është vendi ku edhe është incizuar, nëse nuk gaboj, filmi i fundit i James Bondit, edhe ka një arkitekturë të përkryer, ka një arkitekturë të papar. Sa që mundesha që të ulem aty dhe ndoshta me muaj që të mos lëviz vetëm duke parë atë arkitekturë të bukur dhe duke parë ato lokalet e mrekullueshme, ashtu të bukura, të vjetra me qindra vite, por që ishin diçka e veçantë. Dhe gjithsesi normal nuk mundemi pa e thënë që edhe pjesa e Amalfit ishte një gjë e mrekullueshme atje. Kishte pamje dikush thoshte shka me fol më tepër. Shka me fol, be. Sigurisht. Mua më vjen shumë mirë që të paktën je rikthyer, e morë vendimin dhe u riktheve. Shumë energji, kjo është me rëndësi. Me shumë zor kështu e morëm vendimin që të rikthehemi, por ç'a të bësh më, hajde. Hajde, se i kemi sa njerëz që i kemi lënë këtu, kështu që duhet patjetër të vazhdojmë për kujdesin edhe për ata, sigurisht. Inshallah nuk e ardh për neve, Bashkim. Bona, erdha që t'ja undroj gjuhën pak, t'ja undroj pak mënyrën e komunikimit, mos jetë ashtu standarde, mos ketë ankesa, pastaj se flitet vetëm në një mënyrë komunikimi, vetëm në një gjuhë, apo nuk e di se çka. Dhe pse ne flasim në gjitha gjuhët këtu. Përveç italishtes, mos e vazhdoni shumë se përveç buongiorno edhe buonanotte nuk i di tjera. Tutto passa, atë e di. Tutto passa. Molto bene. Bashkim, besoj që ke patur një rrugtim të mirë, moti ju ka qenë favorin tuaj. Edhe nuk besoj që keni patur shqetësime gjatë rrugës. Ka shkuar çdo gjë mbarë mirë. Do me thënë, gjatë gjithë 9 ditëve ka qenë diçka e mrekullueshme që nga dita e parë deri ditën e fundit ka qenë moti i mirë. Edhe pse kemi bërë rreth 2000 kilometër, do me thënë vozitja e motorët ka qenë gjithçka tip-top, nuk kemi pasur as defekt, as gjë. Edhe pse ne motoristët edhe po të kemi, mos dash zoti, ndonjë defekt rrugës apo diçka, kemi atë shumë shoqëri në për të gjitha shtetet sa që mjafton të ngrem telefonin, edhe ndihma na vjen sikur ndihma e shpejt që vjen. Dhe zgjidhet problemi me njerë, sepse kemi vëllezërit tanë në gjithë globin,
dhe ata që jetuan motorin e dinë se gjithnjë duhet të gjindemi njëri tjetrit që të mund të përfundojmë rrugën që kemi zënë. E bukur shumë. Shumë mirë, hajtë kthehemi normaliteti se çfarë pritet të ndodhën sot në Para se t'ja fillojmë të flasim se për risit që kanë ndodhur, tema e ditës, mua më intereson shumë. Në fund ta diskutojmë. Në fund, Mirë, të japim informacione, pastaj ta mbyllim me temën e ditës. Në rregull. Dutro, nga ajo që u futa dhe lexova, që pash, do me thënë, do më duhet sot, jo sot, po tash më njerë, që ti kitet të komuna që të bëj një check-up atje se që kanë bërë këto njerëz, më duket se nuk kanë bërë asnjë gjë derisa s'kam qenë këtu. Ja kanë fut një të ndenjë ore ashtu, kanë qenë rehat, dhe të shoh kanë shkuar në pushime, kanë mbyll komunën, nuk punojnë për si vjet apo do punojnë, po tash do nisen sezona ka mbaruar. Sigurisht do ta zbulush pas pak këtë. Dhe nesër do të na informosh se çfarë ka ndodhur. Kanë pak probleme dhe diellin funksionarët tanë, dihet ajo, sepse rinë gjithë ditën më rëvla në kondicioner, me temperaturë minus dhe kur dalin dhe diell, ajo përbën problem shëndetësor dhe nuk mund që të dalin aq rehat dhe bëjnë televizje. Pushimi vjetër, edhe një javë mungesë shëndetësore, taman. Po, do shikojmë, do të na informosh. Do të na informosh se çfarë ka ndodhur, a janë mirë, me rëndësi është të jenë mirë të gjithë, kjo është e rëndësishme. Por besoj dhe shpresoj... Të gjithë mirë ishin. Kjo është me rëndësi. Në numër ishin, mirë ishin, por vetëm të shofë mos ka ndonjë grip, ose mos kanë marrë pushimin, ose mos është prish kondicioneri, çfarë është puna që nuk punoj. Që mund ta rregulloj. Që një pjesë e madhe e ekipit të komunës së Tetovës që kujdesen për zbukurimin e sheshit, veç më momentin teksa jam duke folur, një pjesë e punëtorëve janë duke lyer karriget për pushim në shesh si kjo që shihni pas meje, janë duke zbukuruar sheshin sepse tani në Tetov vjen strina më e bukur. E dinin që në Tetov tani avash do fillojnë, jo vetëm në Tetov, të vinë në mërgjimtarët dhe të mbushet e stërmbushet ky vend, të mbushen me dashuri shtëpit, sepse do t'ju kthehen fëmijët, do t'ju kthehen niparat, mbesat dhe do t'jetë diçka e mrekullueshme. Do t'jetë fotografia më e bukur. A ka organizime bashkim? Ka organizime që gjatë muajit mendoj mesi qershorit, korriku, kushti. Ka organizime si zakonisht të është vera kulturore tetovare, pritën aktivitetet të shumta, siç janë koncerte, shfaqje teatrale, do të ketë shoqëri kulturore artistike që do të performojnë këtu në këtë shesh në kuadër të verës kulturore dhe do të jetë vërtet e stërmbushur. Do me thënë vera këtu tek neve deri në 28 nëntor vazhdon e bukur, vazhdon me organizime të shumta, ndërkohë që organizimet më të bukura bëhen gjithsesi nga ish nxënësit, ti quajmë, sepse ata më nuk janë nxënës, janë në pushime, janë rahat tani, por ka organizime shumë të bukura dhe nga ata, kështu që vera do të jetë pozitive, do të jetë e bukur, do të jetë e mrekullueshme këtu në qytetin e Tetovës. E vetmja gjë që presim të shohim këtë vit, nëse do të jetë si vitin e kaluar apo do të ketë ndonjë përmirësim diçka, nëse është bën ndonjë projekt nga komuna që rrugët të mos bllokohen. Do me thonë, mos parkohet vende pa vend, të mos bllokohen kryqëzimet apo rrethortullimet, siç e kemi atë zanatin e keq, që nëse kemi punë këtu në shesh, mundësisht makinën ta fusim në shesh, ose ta marrim në kafene me vete, ta pim një kafe që ta kemi sa më afër. Por t'i ndihmojmë vetes që të mund ta lirojmë qytetin dhe atë stin të bukur të ardhjes së mërgjimtarëve ta kemi ashtu siç duhet, ta kemi në formën më të mirë të mundshme. Bashkim, unë nuk e di si quhet ai bulevardi që ishte duke u rregulluar më parë. A është rregulluar të paktën tash për stilin e verës? Është duke u rregulluar, është bulevardi i parë i cili ngjan në rrugën e trenave në Tiranë, që ka të shëtitoren përmes bulevardit, dhe me sa kam arritur që të shoh nga postimet e Zotit Kasami, kreu të komunës, janë duke vendosur mermerët në mes dhe të mbjellat janë bërë, gjelbrimi ka filluar të bëhet dhe do të shohim se çfarë do del prej atij bulevardi. A do të jetë gjë e bukur siç pritet ajo dhe më e rëndësishmja gjatë verës, a do të stopoj makinat, mos lëvizhin aty, por të krijojmë një pedonale që të mundemi të paktën sezonal ta shfrytëzojnë të ardhurit, ta shfrytëzojnë mërgjimtarët ato pedonale që të mund t'i kënaqen asaj qetësie pas sirena, pas veshit. Unë besoj dhe edhe një thirrje t'ju bëjmë të gjithë qytetarëve, sepse e dim se fillon sezoni që mërgata do të vinë nëpër shtëpi, të paktën ne si qytetar të këtij vendi të mos dalim me makinat, siç e kemi përditshmëri,
që të jetë i normalizuar dhe komunikacioni që ne ti mirëpresim ata pa makina, që t'ju lëmë vënd hapësirë mërgjimtarëve ta. Më të mëshmi është edhe persona që jetojnë në qendër përdorin makinën. Të paktën njerëz që janë në afërsi të qytetit të mos përdorin. Bona, puna është se për çështje respekti transporti publik, sepse tashi deri djen nuk kemi pasur. Okej, jemi ankuar që nuk kemi. Tani kemi autobusët. Ndërkohë, hyrja nga ana imedjat ose nga pjesa veriore është të pjesa e shtulit, hyrja tjetër është të pjesa e stadiumit të qytetit, hyrja e poshtë me prej nga Zhirina kur vjen për nga stacioni autobuseve. Janë 3 kënde, nga të cilat vërtet ka parking ku mund të lihen makinat rehat dhe të vihet o në këmbë 1 kilometër dhe është shëndet ajo, ose të vihet me transportin publik që të paktën ta lirojmë sheshin që të mund të frymoj. Seç e kemi një zanat të keq që jo rastësisht edhe pse e bëra me shaka, do të thënë nëse kemi neve punë në lokal, atë fiksimin në kokë kemi që mundësisht makinën ta fusim në lokal, aty teksa pim kafe. Është mendësia e tillë, mendësinë e kemi të tillë. Të fillojmë të ndryshojmë veten, por me këtë edhe respektojmë veten, sepse arrim më shpejt, arrim më rehat atje në atë destinacion që duhet, sepse ky është qyteti jonë, do të thënë nuk mund të bëjmë rrugë shtesë, as rrugë dykatëshe nuk mund të bëjmë, as në toksore. Andaj e vetmja gjë që na mbetet është që këto rrugë që kemi të mësojmë ti mirë përdorim, që të mos krijojmë të llovi, sepse duhet të mendojmë në zjarr fiksin, duhet të mendojmë në ndihmën e shpejtë dhe duhet të mendojmë në intervencat e sektorit të punëve të brendshme, të cilat janë gjithsesi me prioritet dhe nuk guxohet të bllokohet rruga për ata. Ndërkohë që gjatë verës ndodh ndonjëherë që edhe për ata të bllokohet rruga. E vërtet, shumë e vërtet. Urojmë që të mos ndodhi, urojmë vedisim, urojmë që të dëgjojnë edhe qytetarët që të paktën ti respektojmë mërgatën tonë për të cilët kemi shumë nevojë dhe gjithmonë flasim me mall, kështu që kur flasim, le të bëjmë respektin deri në fund. Asnjë gjë nuk na kushton për 1 muaj, 2 muaj që të dalim me makinat tona, të uzëm parkingun, ta krijojmë të jemi pjesë e katrahurës, kështu që të jemi pak më tolerant ne, sepse ata të shkretet nuk kanë, sepse vinë më thënë me vetura, edhe nuk kanë mundësi se si të qarkullojnë si ne që e kemi përditshmëri. Kështu që le të bëhemi pak më tolerant, do thoja. Bashkim, kemi diçka tjetër për të shtuar? Gjërat tjera do i lë për në orën 16 dhe 19. Vetëm pak se në edicionet informative. Temën. Okej, bona? Nuk të lë pa temën e ditës. Cila është tema e sotme? Bashkim e ke hangër tash. Bashkim. Hajde. Tash i fillon problemi. Tema e ditës është respekti edhe kur gjërat mbarojnë. Sa kemi dignitet për ta ruajtur edhe dignitetin e njerëzve tjerë, qoftë në punë kur gjërat mbarojnë, qoftë në lidhje, në raport familjar, në miqësie, në shumë gjëra. Respekti edhe kur gjërat mbarojnë. Pra, a dim të ndahemi me dignitet. Ashtu. Nuk do flasim për hakmarrje. Të mundohemi të reflektojmë mirë mbi këtë. Por nuk e di sa duam të ndahemi në atë mënyrë, sepse gjithnjë kur blejm, do e marrë si shembull, kur blejm këpucët të reja, ata të vjetra se që i shutojmë me i qoshe atje, dhe pas 2 ditëve e shohim që këta të rejat na vrasin këmbën pak dhe na duhen ato të vjetra, por veç më i kemi hedhur dhe jemi në minus me këta. Andaj, unë jo rastësisht e mora këtë shembull, sepse me shoqërinë, me dy vendet e punës më herët kam qenë angazhuar, dhe me thënë të gjithë kemi mbetur, jo vetëm shoqëri, por si familje kemi mbetur shumë të afërt. Dhe sot e kësaj dite, edhe pse kanë kaluar gati 2 dekada, neve pim kafen e mëngjesit bashk, neve dalim në terren bashk, punojmë bashk, sepse kjo është jeta megjithatë. Nëse është një vije drejt, nuk është interesante. Andaj kam në një rënje ngritje, të cilat duhet t'i quajmë si sfidë dhe të buzëqeshim, sepse nuk na vinë nga askush, na vinë nga rrethana që i krijojmë vetë neve. Sigurisht. Kështu që respekti nuk duhet asnjëherë të ketë një datë skadimi. Absolutisht. E sidomos nëse ke pasur shumë. Respekti edhe nuk ka datë skadimi, ka durimi tek njerëzit, apo ndonjëherë ajo vetia e të mos menduarit mirë të gjërave dhe përshpejtimi i tyre bëjnë që të kemi më pastaj disa pasoja nga të cilat do ta vuajmë mungesën e çka do qoftë. Megjithatë, është një çështje që tek neve nëse bëhet
në atë mënyrën më të mirë të mundshme, nuk kemi Ballkanas atëherë o drejtor. Jo, duhet që të mos ketë daskadimi, sepse tek ne ndodhen shpesh që në një vend pune, kur edhe 15-20 vite të kesh kaluar, dhe mbasi përfundon, sigurisht që respekti duhet vazhdon të Normalisht. logjikisht. Por tek ne po ndodhin gjë e kundërt. Fillon hakmarrja, fillojnë gojët e liga, fillojmë të shurmojmë, por i harrojmë ato 20 vite që i kemi kaluar. Më e tmerrshmja është ajo pjesa kur ti për një kohë shumë të gjatë apo për një kohë dhe shumë të shkurtë shfaq respekt për diçka, për dikë, për punën, për një person, për një familjar. Dhe në momentin që ndodh diçka, të themi, më sfiduese, sikurse zhduket, a ka qenë ndonjëherë ky respekt i vërtet? Ajo është pyetja, ndërsa të kishte qenë një respekt i vërtet, dinjiteti është i natyrshëm. Vihesh në dyshim nëse ka qenë ajo afërsi, nëse ka ekzistuar ajo afërsi përpara apo jo. Por mi tha të, me kalimin e kohës mësohemi që të shohim se kemi gabuar, por është shumë madhështore t'i biem kokës dhe të kthehemi, t'i themi më fal, sepse dhe ne jemi njerëz, gabojmë dhe unë jam njeri, kam gabuar. Është ajo madhështia tek njeriu, aftësia për të kërkuar falje kur gabon dhe për të parë veten kur është gabim, sepse krijesa jemi dhe të gjithë jemi të gabueshëm, por vetia më e madhe e jona duhet të jetë ajo e Zotit, domethënë Zoti fal gjithçka, kush jemi ne të mos falim. Edhe ajo. Mirë, po janë virtyte, si që thash më parë, janë virtyte që janë specie në zhdukje. Kështu që digniteti, respekti dhe mënyra se si ne trajtojmë situatat është lem për të dëshiruar ndonjëherë. Bashkim, të faleminderit shumë për... Do doja ti tregoja Bashkimi se nuk e dia e din që Zvicra ditën e djeshme ka votuar për kufizimin e popullsisë së vendit. Një informacion të cilin do ta japim pas publicitetit. Ne sot që të shohim se çfarë ka votuar dhe si kanë dalë rezultatet dhe të shohim do të mbetet 9.7 apo 10 milion apo do të lirohet që të ngritet më lart. Këtë informacion do ta japim pas pak miq dashur, sepse është koha për publicitet, kështu që po i themi Bashkimit ditë mbar, punë të bukur dhe kujdes, gjej hijet ku janë më shumë. Po, dhe mos na mungon shumë në emision. Nën hije më shpesh, Bashkim. Pushimi më. Gjithashtu, faleminderit.